Bashkia e Imarës ka miratuar këtë vit buxhetin më të lartë në historinë e saj, i cili ka vlerën e rreth 75 milion eurove, më shumë se 2 fishi buxhetit të vitit të kaluar. Ky buxhet reflekton drejt për drejt kërkesat e komunitetit dhe synon realizimin e projekteve të rëndësishme zhvillimore në të gjithë territorin e bashkisë. Kryetari i bashkisë Vangjel Tavo e ka cilësuar Imarën si margaritarin e turizmit shqiptar, duke theksuar se potenciali i zonës është shumë më i madh se sa të ardhurat e deritanishme. Ai shpreh se pavarësisht rritjes së ndjeshme të buxhetit, nuk është rritur asnjë taks për qytetarët, ndërsa të ardhurat janë shumë fishuar fal një administrimi më të përgjegjshëm dhe formalizimin e subjekteve ekonomike. Kur pam shifrat e të ardhurave u surprizuam sepse ishin më të ulta nga sa duhet për një zonë me këtë potencial. Imara ka mundësi të jashtëzakonshme. Ne nuk kemi rritur taksat për komunitetin, por kemi rritur të ardhurat përmes mbledhjes së rregullt të çdo takse nga subjektet dhe përmes përgjegjshmërisë institucionale, shpreh Tavo. Thatë që Imara është një nga vendet kryesore të turizmit, është margaritari, le ta quajmë, i turizmit shqiptar, dhe kur erdha në fillim këtu dhe pash buxhetin, të ardhurat, realisht u surprizova dhe thash nuk ka mundësi të jenë kaq pak. Me siguri Imara ka mundësi që të mbledhi më shumë buxhet. Ju përveshën punës me staf të ri, sidomos në pjesën e taksave, dhe sikur se ju thash, ne kemi shumë fishuar të ardhurat, jo duke rritur peshën e taksave ndaj komunitetit, përkundazi është mbajtur pothuajse e njëjta peshë taksimi, dhe pra nuk janë prekur qytetarët e Imarës nga taksat, por ajo që ka ndodhur është se me përgjegjësi dhe përgjegjshmëri maksimale të stafit të bashkisë së Imarës është mbledhur dhe qindarka e fundit që i detyroheshin bashkisë së Imarës nga subjektet. Kjo na bëri që të kemi mundësi për të patur një buxhet disa fish, pra shumë më të madh se në krahasim me vjet, dhe na krijon mundësinë, prandaj thash jemi në një pozicion të kënaqshëm, na krijon mundësinë që të plotësojmë çdo kërkesë të komunitetit lidhur me investimet, kërkesa që janë jo të sivjetshme, mund të jenë bërë dhe vite më përpara, por mundësitë nuk ishin. Kështë e mundur që të realizoheshin këto investime. Si vjeti kemi këtë mundësi dhe po e bëjmë realitet. Sipas kryebashkiaku Tavo, asnjë qytetar i Imarës nuk është prekur nga rritja e barës fiskale, ndërsa çdo kërkesë e komunitetit për investime është reflektuar në projekt buxhet. Fokusi veçantë do t'i kushtohet infrastrukturës, turizmit, shërbimeve publike, ujësjellsave, rrugëve rurale dhe projekteve që përmirësojnë cilësinë e jetës së banorëve. Një element i rëndësishëm i procesit të artimit të buxhetit janë edhe dëgjesat publike, të cilat sipas kryetarit të bashkisë janë jo vetëm një detyrim ligjor, por edhe një angazhim moral ndaj qytetarëve. Takimet do të zhvillohen në çdo fshat dhe lagje të bashkisë, ku komuniteti do të ketë mundësinë të shprehë mendimet e tij dhe prioritetet. Dëgjesa publike është detyrim ligjor. Për buxhetin është detyrim ligjor. Mund ta bësh siç mund të bëjmë më përpara, Imara ka 3 njësi administrative, një takim në çdo njësi, por mund ta bësh ashtu sikur se kam bërë unë dhe vjet dhe si vjet, takim në çdo njësi të banuar në çdo fshat. Unë e kam vendosur dhe kam bërë një marrëveshje, një kontratë me komunitetin që për çështjen e buxhetit, vendimarrjen do ta keni ju dhe jo bashkia e mbyllur këtu në zyra. Pra, edhe vjet edhe si vjet kemi qenë në takime me komunitetin në çdo fshat, kemi marrë kërkesat e komunitetit sipas kuptohet nevojave që ka komuniteti, dhe u kam thënë vjet që mundësitë tona aq sa janë, padyshim që prioritet do kenë kërkesat tuaja dhe i kemi vendosur në investimet që bëjmë për 2025-ën. Tashmë, në 2026-ën e dim shumë mirë se sa mundësi kemi pra për 2026-ën. Kështu që mundësitë janë shumë fishuar si rezultat, që mos i përmend prapë, e atyre që unë thash pak më përpara, dhe duke qenë se unë kam kontratën me komunitetin që në fushat elektorale, ju kam thënë këtu do të merren nevojat, kërkesat tuaja, dhe po këtu do të vendosim se çfarë do realizojmë për vitin pasardhës, vitin buxhetor pasardhës. Kështu që unë shfrytëzoj rastin që, por edhe nëpërmjet televizionit tuaj, shfrytëzoj rastin për të komunikuar me qytetarët e bashkisë time dhe për t'u thënë që ne do takohemi patjetër në çdo qendër, në çdo fshat, por do takohemi për t'u thënë që 100% e kërkesave tuaja janë bërë pjesë e buxhetit të 2026 dhe do realizohen.
Në këtë kuadër, kryebashkiaku ka pasur edhe një mesazh për këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak, duke i ftuar që të lënë mënjan interesat politike kur bëhet fjalë për interesin e komunitetit. Patjetër që opozita ngelet opozit, kur vjen puna duhet gjej diçka për të bërë opozitën, s'ka asgjë për ta bërë ndryshe, po që gjithmonë do gjejnë diçka dhe do e ngrënë zërin, i mirëkuptoj, kam qenë dhe unë opozit disa herë. Është normale, por kur bëhet fjalë për interesat e komunitetit, duhet largohemi nga interesat politike, duhet largohemi nga ndikimi i forcës politike mbi këshilltarin, sepse këshilltari në fundit është i zgjedhur i drejt për drejt i komunitetit dhe duhet ta anojmë nga kërkesat, nga nevojat, nga interesat e komunitetit. Shpresoj shumë që këtë mesazh ta ketë çdo këshilltar i djathtë i opozitës në Këshillin e Bashkisë. Buxheti rekord i këtij viti shihet si një mundësi reale për të kthyer Imarën në një model zhvillimi të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar maksimalisht potencialin turistik dhe ekonominë e zonës, pa rënduar qytetarët me taksa shtesë dhe duke garantuar transparencë në vendimarrje.